kësaj nuk patën asnjë memorial, asnjë gur, asnjë vend ku trupat të preshin, por që nga ajo kohë e deri sot, po themi ka ndryshuar 3 sisteme, si monarkia, diktatura edhe demokracia në 1990 dhe nuk është folur fare. Kjo është një vrasje e dytë për këta 27 burra. Nuk është folur fare. Po është një përpjekje minimale të merreshin, të rivarroseshin, në ndersën në fundit, nuk është se shkuan të luftonin diku. Ishin uvrante në derë të shtëpisë për të mbrojtur tokat, pasuritë. Prandaj sigurun një lloj barriere kësaj ushtrie që mësynte, kësaj ushtri qetnike që ishte barbare, le të themi, që nuk përdori kurseu dhe fishekët, që përdori vetëm thika. Dhe që nga ajo kohë deri sot është folur shumë pak. Është folur shumë pak për to. Përveç i dokumentarit gazetarit Marin Mehma, që unë e kam cilësuar atë në dokumenta, e ka bërë një dokumentar për këtë ngjarje. Janë firmat e pasardhësve të vrarëve. Pasardhësit e kanë bërë përpjekje më vonë edhe për të bërë një memorial, edhe u desh një djalë i zonës, po i zonës tonë, Ervin Tafil Greca, i cili bëri të mundur ndërtimin e këtij memoriali, edhe ne si pasardhës të këtyre të vrarëve, në 25 mars 2023 bën një ceremoni përkujtimore në nder të këtyre të vrarëve, dhe kjo ishte fiks pas një kohe kaq shumë gjatë ku mungoi edhe të shkruar për këto. Nuk e di se si duhet historianët, se si duhet të shpjegojnë këtë lloj shpërfillje, po themi këtë lloj, nuk e di se si mundet ka pasur një heshtje të paparë. Janë ndryshuar kaq shumë qeveri. Tash, ndryshuar kaq shumë qeveri. Edhe sot është se di.